Ajo ka vdekur para disa muajsh. Bota ime u ndal. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, të gjithë ju të cilët jeni ndjekës të rrëfimeve të mia, të letrave që unë lexoj, të atyre që qytetarët të dashur më shkruajnë, bëni subscribe kanalin Rrëfime Jete që të gjitha videot ju shfaqen në faqen tuaj. Sot do të tregoj një histori shumë të dhimbshme, një histori dashurie, por me një fund të keq. Rrëfimin e një djalit i cili me lot në sy ka shkruar dashurinë e tij të vdekur. Ka dashur vajzën me kancer, por çdo gjë ka përfunduar para se ajo të ndronte jetë. E doja vajzën që kishte kancer, por nuk e dija. U largua nga unë edhe vetëm pas 4 muajsh mora vesh që kjo vajzë kishte vdekur. Nuk e harroj kur ditën kur e takova për herë të parë. Ishte një pasdite tepër e zakonshme. Një nga ato ditë që duken të zakonshme, por që më pas kupton se të ndryshojnë jetën për gjithmonë. Ajo kishte një buzëqeshje të qetë, të butë, si dikush që mbante brenda shumë gjëra, por nuk donte që ti tregonte. Nuk ishte si vajzat e tjera. Nuk e kërkonte vëmendjen, nuk fliste shumë për veten, por kishte diçka që te kjo vajzë të tërhiqte. Një qetësi që të bënte të ndihesh mirë pranë saj. Filluam që të flisnim çdo ditë. Fillimisht flisnim për gjëra të thjeshta, për jetën, për ëndrat, për të ardhmen tonë. Ajo gjithmonë fliste me një lloj maturie, që nuk përputhej realisht me moshën e saj. Shpesh ma thoshte, jeta është e shkurtër. Duhet ta jetojmë sa më bukur këtë jetë. Unë qeshja edhe i thoja, je shumë dramatike. Por sot do t'jepja gjithçka që të kuptoja atë që ajo në fakt në atë kohë përpiqej që të ma thonte. Kaluan ditët dhe ndjenjat u rritën shumë. Fillova ta dua pa e kuptuar në fakt se si ndodhi kjo dashuri. Ajo nuk më tha kur që më donte drejt për drejt, por mënyra se si ajo më shikonte, si më fliste, si kujdesej për fjalët e mia, tregonte gjithçka. Por kishte diçka që në këtë mes mua më shqetësonte. Shpesh ajo zhdukej për disa orë, ndonjëherë edhe për një ditë të tërë. Kur e pyesja, më thoshte, jam pak e lodhur. Më duhet realisht pushim. Nuk dyshova kur. Mendova që thjesht ishte e ndjeshme. Mendova se kishte probleme familjare. Nuk doja ta shtyja që të fliste nëse ajo nuk donte në të vërtetë. Një ditë teksa po ecnim bashkë unë edhe ajo, pash që ajo u ndal papritur. U mbajt te një mur dhe mbylli syt për disa sekonda. Ndërsa unë në të vërtetë u trëmba. Çfarë ke, i thash? Ajo buzëqeshi lehtë dhe më tha, asgjë, më ra pak tensioni. Dhe unë në të vërtetë e besova. Asaj verbër që isha. Pas disa javësh, filloi që të ndryshonte. Nuk ishte më e njëjta. Fliste më pak, qeshte më pak, kishte momente që më shikonte shumë gjatë.
si kur donte që të më mbante mend. Nuk më tha as një natë, as një gjë, por një natë më tha diçka. Nëse një ditë nuk jam më, do të më harosh? Ma bëri si pyetje. Qesha dhe i thash, mos fol budalla lëqe. Ku do që të shkosh? Se s'të kuptoj. Ajo uli kokën dhe nuk foli më. Sot ajo pyetje më vret çdo natë. Pas 4 muajsh që ishim njohur, një ditë vendosi që të më shkruan një mesazh të gjatë. E mbaj mend mesazhin fjalë për fjalë. Në atë mesazh shkruante: ti je një nga gjërat më të bukura që më ka ndodhur. Por unë nuk jam për ty. Ti meriton dikë që të do dhe dikë që do t'jetë gjithmonë aty për ty. Mos më kërko më, të lutem haro. U shkatrova. U përpoqja ta telefonoja, t'i shkruaja, të shkoja dhe ta takoja. Por ajo u zhduk. Nuk më përgjigjej më, ishte sikur nuk kishte ekzistuar kur kjo gjë. Ditët kaloni dhe unë nuk gjeja qetësinë. Nuk e kuptoja pse në të vërtet më la. Çfarë gabimi bëra? Pse nuk më dha një shpjegim? Fillova që të zemërohem me të. Mendova që më kishte mashtruar, që në thelb kishte gjetur dikë tjetër. U mundova që të haroja, por nuk mundesha. Kaluan 4 muaj. Një ditë rastësisht e takova një shoqe të saj. E ndalova dhe e pyeta për të. Ajo më pa me një shikim tepër të çuditshëm. Një shikim që nuk do të haroj kurrë. Ti nuk e di, më tha, dhe në atë moment mua zemra më rau fort. Çfarë të di, i thash. Ajo uli sytë dhe ngadalë. Ajo tha ishte me kancer. Për një kohë të gjatë, nuk donte që askush ta dinte, as edhe ti. Unë piva. Nuk ndjeva asnjë gjë për disa sekonda. Pastaj gjithçka u shem. Po tani ku është? E pyeta me zërin që më dridhej. Ajo më pa me lot në sy dhe më tha: ajo ka vdekur para disa muajsh. Bota ime u ndal. Nuk mbaj mend se si u ktheva atë ditë në atë shtëpi. Nuk mbaj mend asnjë gjë, vetëm boshllëk të madh. Fillova të kujtoj çdo moment me të, çdo fjalë edhe çdo shikim. Ajo nuk ishte e lodhur rastësisht. Ajo nuk ishte zhdukur pa arsye. Ajo po luftonte për jetën e saj. Dhe unë nuk e dija. Ajo më la sepse nuk donte të më shihte duke vuajtur. Dhe ajo më la sepse e dinte që po largohej për gjithmonë. Dhe unë në vend që ta kuptoja, u zemërova me të. Sot jetoj me një peng që nuk më lë të marr frymë. Do të doja ta kisha përqafuar më fort. Do të doja t'i kisha thënë më shpesh që e dua. Do të doja të kisha qenë pranë saj në një moment më të vështirë. Por ajo zgjodhi të vuaj vetëm, që unë të mos të lëndohesha. Dhe kjo është gjëja që mua më dhëm më së shumti. Ndonjëherë shkoj në vendin ku takoheshim, ulem aty dhe pres. Dhe pse nuk e di që nuk do të vi më kurrë. Më duket sikur ende do të më shfaqet me atë buzëqeshjen e saj të qetë dhe të më thotë mos u mërzit, unë jam mirë. Por e vërteta është që ajo nuk është më. Dhe unë beta këtu me kujtimet, me fjalët e pathëna, me dashurinë që nuk pata kohë ta jetoj siç duhet.
Ju që po dëgjoni këtë histori, mos e merrni kurrë për të mirëqenë dikë që nuk e keni pranë. Sepse ndonjëherë njerëzit që buzëqeshin më shumë janë ata që luftojnë betejat më të mëdha në jetë. Dhe ndonjëherë largimet nuk janë sepse nuk na duan, por sepse të duan më shumë sa nuk duan që të lëndojnë.